Presidentja Gordana Siljanovska-Davkova mendon se diasporës duhet t'i krijohen kushte për të votuar dhe se zgjidhjet aktuale në kodin zgjedhor krijojnë trajtim të pabarabartë të qytetarëve që jetojnë jashtë vendit. Sipas saj, diaspora në këtë pjesë është e diskriminuar, ndërsa kushtetuta e përcakton qartë të drejtën e votës. Кога е диаспората во прашање, јас понекогаш се шокирам од она што го слушам. Видете, поред нашиот устав, избирачкото право и активно и пасивно се врзува за државјанството. Имаме ние да испраќаме во избирачки места, тоа е многу, ние немаме и ние само во конзулатите и во амбасадите, што е невозможно во некој земји. И џабе трошок се прави. Да. Тогаш се посега пошто или по гласање по пошта, или по гласање електронско и така натаму. Përvërejtjet opozitës se në propozimin e pushtetit fillimisht për votimin elektronik dhe më pas për votimin me post nuk janë parapar mekanizma mbrojtës dhe se në këtë mënyrë mund të ketë manipulime zgjedhore. Siljanovska tha se pikërisht nga ata është realizuar regjistrimi i popullsisë në mënyrë elektronike. Ajo foli edhe për çështje të tjera të hapura, siç është një njësi zgjedhore dhe financimi i partive gjatë zgjedhjeve. Сува пак еве до другите забелешки, значи една изборна единица е добро решение. Што се однесува до другите околу политичко рекламирање и така натаму, исто треба да се постигне консензус. Има држави во кои нема политичко, платено политичко рекламирање. Nga LSDM-ja reaguan se nëse presidentja Siljanovska është për zgjedhje të drejta, atëherë pse nuk tregon qartë se cilat janë problemet me votimin elektronik. Sipas Bogdanka Kuzeskës, zëdhënëse e LSDM-s, VMRO DPMN-ja vazhdimisht përpiqet t'ia kaloj fajin dikujt tjetër për kodin zgjedhor. Му ВМРО ДПМН и Христијан Мицкоски се тие кои што барат алиби. Создаваат вештички конфликт околу изборниот законник, гледаме дека намерно туркаат спорни одредби за изборен грабеж, за да го прикријат сопствениот неуспех со реформската агенда и за целосно да го блокираат европскиот пат. Kryeministri Mickoski në një postim në Facebook shkroi se në Bashkimin Evropian është dorëzuar dokumenti me detyrimet e përmbushura nga agenda e reformave, edhe pse, siç e theksoi, opozita u përpoq ta ngadalsoj këtë proces përmes bllokimit të kodit zgjedhor. Nga VMRO DPMN kanë qëndrim se në këtë mënyrë ata janë përpjekur të paraqiten si viktima. Дека ВМРО DPMN како партија на власт им ги прифаќа сите барања на опозиционерите, само диаспората да може да гласа на полесен начин. Токму ова коалицијата на Социјалдемократскиот сојуз, Левица и ДУИ го одбија. Одбија и да бидат внесени во новиот изборен закон. Afati i fundit që Maqedonia e mori shtesë për miratimin e kodit zgjedhor përfundoi të mërkurën, me çka vendi humbi 4.2 milion euro fonde nga Bashkimi Evropian.